Zonja Presidente ka përzgjedhë, si duket ka këshilltar të mirë të medjave, ka përzgjedhë një strategji komunikimi që do t'i ndihmojnë pozicionimin gjatë fushatës së ardhshme, qoftë pas 45 ditëve, qoftë pas 60 ditëve, qoftë pas 4 vjetësh. Ka kondicion të fuqishëm politik dhe i ka hyrë një gare pak ma specifike. Nuk ka asgjë të keqe. Natyrisht e mira do të ishte që të priste deri në 4 prill, por është çështje që përcakton vetë ajo dhe e ka filluar kështu, e kanë prezantuar si takim publik, komunikim me qytetarë e tjerë, por de facto kemi të bëjmë me një pozicionim për zgjedhjet e ardhshme dhe një komunikim strategjik të llojit vet. E për çka ajo të bëjë që të pushon? Është e vërteta, si juriste nuk do të ishte mirë, sepse është paragjykues për përfundimin e gjykimit nga gjykata kushtetuese, vendimit që do ta sjellë. Pra, është duke bëu veprim që mund të çojë në një presion të gjykatës kushtetuese? Do të thosha presion, por një paragjykim po. Dhe natyrisht një mesazh më të veçantë gjithashtu po. Por, sidoqoftë, konstitucionalistët më të mirë që i kemi në Kosovë deri tash e kanë dhënë mendimin, njëri prej tyre pash edhe sot, e kanë fjalën për Durim Berishën, dhe më bëri shumë përshtypje, që është e vërteta si politolog kam përshtypjen që jo rrallë juristët, konstitucionalistët kanë pas pretendime që t'ja mbivendosin kuvendit dhe politikës gjykatën kushtetuese. Dhe kjo nuk i bën ndej Republikës, por jemi në fazën e maturimit dhe gradualisht mësojmë edhe nga këto betejë politike, juridike e tjera.